Spanja heq mbi 50.000 shtëpi pushimi nga platformat online, po prishin tregun. Një përballje me një krizë të thellë strehimi që po përkeqësohet çdo vit, qeveria spanjolle ka marrë vendimin të ndërmarrë masa të forta. Si hap i parë konkret, do të largohen nga platformat online mbi 53.000 apartamente pushimi të paligjshme, me synimin për t'i integruar ato në tregun e rregullt të pasurive të paluajtshme. Kryeministri Pedro Sánchez theksoi gjatë një aktiviteti partijak se këto banesa që nga një koriku kanë aplikuar për numrin e detyrueshëm të regjistrimit nuk kanë marrë miratimin për shkak të shkeljeve të rregullave ligjore. Në shumë prej tyre janë zbuluar parregullsi të shumta, duke u bërë një problem i madh për strehimin e qytetarëve. Qytetarët ku është evidentuar numri më i lartë i apartamenteve të paligjshme janë Sevilla, Marbella, Barcelona, Malaga dhe Madridi. Kjo nisëm pjesë e një strategjie më të gjerë nga qeveria e majt ka për qëllim rikthimin e funksionimit të vërtet të strehimit, ndalimin e dhënies së paligjshme me qerat banesave turistike dhe përmirësimin e cilësisë së jetës në zonat urbane. Spanja përballet me mungesë të madhe strehimi dhe organizatat e qiramarrësve akuzojnë edhe rritjen e apartamenteve turistike si një nga shkaktarët kryesor. Në prill, mijëra qytetarë dolën protesta në mbarvendin për thirrjen le të japin fund biznesit me strehimin, duke kërkuar ndalim të spekullimeve, ndërtim të banesave sociale dhe ndalimin e kthimit të shtëpive në apartamente pushimi. Këto veprime dhe protestat tregojnë qartë tensionin mes turizmit masiv dhe nevojave sociale për strehim në Spanjë, një sfidë që autoritetet synojnë ta adresojnë me përkushtim.